E qartë, do shkruaj tani tek çështja tjetër që është ajo e rritjes galopante të çmimeve dhe frikës se kjo rritje do të vazhdojë në varësi të ngjarjeve që ndodhin në lindjen e mesme. Shumë vende të Europës janë duke marrë masat, duke parë me shumë shqetësim këtë që po ndodh. Po flitet për kursime të karburanteve, të kufizohen lëvizjet me makinë, të rifilloj, ka ide që të rifilloj puna nga shtëpia, si në kohë të Covidit. Në Sloveni pati racion të naftës e merat, po bëhen paketa me qindra miliona euro në shumë vende dhe ka një debat në Shqipëri apo bëhet mjaftueshëm. Qeveria duket ende e qetë në lidhje me situatën, nuk e ka çmuar shumë alarmante deri në këtë momente që flasim. Nëse më lejon përpara se të përgjigjem kësaj, më duhet parashtroj që nesër është edhe një projekt ligj, të cilin në emër të Partisë Demokratike unë kam propozuar në lidhje me paratë e konfiskuara nga krimi organizuar, që ato të shkojnë për efektivët e rënë në detyrë, pra atyre të cilët janë përballur me krimin organizuar, jo vetëm ata, por edhe familjet e qytetarëve të cilët kanë mbetur viktimë nga përplasja e bandave, si dhe për çiftet e reja, të cilat sot si rrjedhoi e pastrimit parave drogës në sektorin e ndërtimit, siç pat edhe tek emisioni i Rajt, e kanë të pamundur të bëjnë një shtëpi, sepse fatkeqësisht në Shqipëri sot si rrjedhoi e bashkëpunimit të karteleve drogës me qeverinë, çmimet e apartamenteve janë si në Milano apo në Londër apo në Paris, ndërkohë që rrogat ne i kemi si në Kabul. Dhe normalisht me rrogat e Kabulit nuk mund blesh apartamentet e çmimeve të Londrës. Dhe në këtë aspekt, për këtë interes që unë shikoj si interes kombëtar ndihmën në çifteve të reja që ata mos të largohen, siç është popullimi tani më është një fakt dhe është një dramë kombëtare, të sjellim një mundësi për të dhënë një ndihmë të rinjve dhe të rejave këtij vendi dhe mendoj që do të ishte në interes të gjithëve që ky projekt ligj të kalonte, por fatkeqësisht ky projekt ligj ka një armik që quhet Edi Rama, sepse paratë e konfiskuara dhe pasuritë e konfiskuara, Edi Rama kërkon që t'i mbajë aty për t'ia u rikthyer të njëjtat karteleve në forma nga më të ndryshmet. Një nga ato forma është që kartelet, pasi u konfiskohet një apartament, po themi, nxjerrin një personome, një njerëz të radhës, të cilin e emërojnë për të shkuar ta marrë atë banesë, atë apartament, duke paguar një qira mujore qesharake që janë në minimumin e tregut. Qerat cilat për vërtetës kur kërkojnë 33 atë shtëpia nuk i gjejnë dot me ato çmime, por kartelet i marrin ato apartamente me këto forma. Pra halli i Edi Ramës është të mbrojë pasuritë e krimit organizuar, ndërkohë që opozita ka gjetur një formë për ta çuar deri për të mbështetur shoqërinë në një formë, mendoj unë, është edhe moralisht shumë korrekte, por ajo që shpeshherë harrohet është që kjo është një direktivë e Bashkimit Evropian, konkretisht direktiva 2014/42 e Bashkimit Evropian, e cila kërkon që pasuritë e konfiskuara të shkojnë në shërbim të shoqërisë. E nuk mund të ketë shërbim më të madh ndaj shoqërisë se të ndihmosh efektiv të rënë në detyrë familjet e tyre dhe familjet e atyre që kanë mbetur viktimë nga krimi, si dhe të rinjtë dhe të reja. Patjetër, nesër shkon në seancë plenare apo jo, po në komisione cili ka qenë qëndrimi i shumicës për ta kuptuar si do jetë nesër? Shumica në komisione me përjashtim të Komisionit Punëve të Brendshme që pavarësisht se hodhën poshtë në parim, por ran dakord që ato ishin propozime të cilat duhet merren parasysh në të ardhmen. Në komisionet e tjera patjetër shumica ka votuar kundër. Nesër do të shikojmë se çfarë do të vendimi do të marrë dhe majoranca në këtë aspekt.